Nga Mbretëria e Bashkuar në Belgjik, presidenti i Ukrainas vijoi ofenzivën diplomatike. Me avionin që sapo preku tokën e Brukselit të hënën në mbrëmje, Volodymyr Zelensky vazhdoi kapitullin e radhës për të diskutuar përpjekjet për të dhënë fund luftës së Rusisë në shtetin e tij. Në zemër të NATO-s ai u prit nga sekretari Mark Rutte. Më pas, takimit ju bashkuan edhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Para gazetarëve ata pozuan bashkë duke lënë të kuptohet se qëndrojnë të bashkuar. Para Brukselit, shefi i Kievit zyrtar u takua me udhëheqësit francez, gjerman dhe britanik në Londër. Bisedimet e së hënës synojnë të forcojnë pozicionin e Ukrainës në negociatat mbi planin e mbështetur nga SBA-t për të dhënë fund luftës. E të martën, Zelensky mbriti në rezidencën papnore jashtë Romës për takimin me kreun e Kishës Katolike Papa Leon në vazhdën e mbledhjes së mbështetjes evropiane, duke i rezistuar presionit të SBA-s për atë që Kievi po e konsideron si koncesion i dhimbshëm karshi Rusisë. Po këtë ditë, mediat botërore raportojnë se Ukraina po përgatitet i paraqesë Shtëpisë së Bardhë një plan të rishikuar paqeje, ndërsa kërkon të shmang lëshimet territoriale ndaj shtetit të Vladimir Putinit.